Mjeku zbulon të vërtetën. Ja ushqimet më të këqija për zemrën tuaj. Ajo çfarë keni në pjatën tuaj mund t'ju ndihmojë të ruani kapacitetin kardiak. Ushqimet e shëndetshme për zemrën përmbajnë lëndë ushqyese që kanë efekte pozitive në sistemin kardiovaskular ose reduktojnë rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të zemrës dhe të ulin kolesterolin e keq LDL dhe trigliceridet në gjak, duke reduktuar tensionin e gjakut dhe duke kontrolluar peshën ose përmirësuar ndjeshmërinë ndaj insulinës. Por cilat janë ushqimet të cilat dëmtojnë shëndetin e zemrës suaj? Disa nga ushqimet më të këqija për zemrën tuaj sipas Delsite janë: kripa. Rreth 70% e sasive totale të kripës që konsumojmë vjen nga ushqimet që gjejmë në ushqimet e paketuara, të cilat kanë gjithashtu edhe probleme më të mëdha me organizmin. Patatet e skuqura, kosi i frutave i marketit, margarina, ëmbëlsirat e pastiçerive, buka dhe orizi i bardhë gjithashtu mund të ndikojnë në përkeçimin e shëndetit tuaj të zemrës.